Shembe të ura e poshtme e qytetit të Burrilit pa u marrë ende në dorëzim nga RSH-ja. Unaza e poshtme e qytetit të Burrilit është momentalisht jashtë funksionit edhe për banorët që jetojnë përgjatë saj. Rruga ka pësuar 4 shembje, ku 2 prej tyre kanë dëmtuar gjithë trupin e Karexhatës. Më problematike paraqitet në anën perëndimore të saj, ku të paktën në 2 vende gjithë traseja është dëmtuar rënd, duke bërë që në të mos kalojë asnjë lloj automjeti. Pjesa më e madhe e banorëve kanë të pamundur të shkojnë me automjete tek shtëpiat e tyre, ndërsa shembja e rrugës vazhdon, ka vënë në rrezik edhe banesat. Rikonstruksioni total i urës së poshtme të qytetit të Burrilit është financimi i autoritetit rrugor shqiptar me vlerë 128 milion lekë të reja, i nisur një vit më parë. Edhe pse punimet për rikonstruksionin e kësaj ure nisën dhe përfunduan vitin e kaluar, ajo nuk u vendos në funksion të plot për shkak të nisjes së dëmtimit nga rreshtet e shirave në tetor të vitit 2025. Aktualisht ky objekt mbetet i pakolauduar dhe i pamarrë në dorëzim, çka pritet të kërkojë tjetër financim nga autoritetet për të riparuar dëmtimet. Kjo rrugë ka qenë vazhdimisht problematike për sa i përket shembjeve, ku që prej vitit 2010 ishte pothuajse e pakalueshme për mjetet e tunazhit të rënd. Ekspertët këshillojnë që të futen pilot në anën e poshtme në të gjithë gjatësinë e urës për afër 1 kilometër, pasi sipas tyre vetëm kështu rritet qëndrueshmëria për shkak se ka shumë ujëra nën toksor që vijnë nga qyteti i Burrilit.